Kabi Malik e ka kuptu se qka e ka shpëtu. Qka e ka shpëtu? E ka shpëtu që e fjallë. S'ka më arsye. Në qatë moment ka mujtë me thonë ka më arsye, edhe në qatë moment ka mujtë me thonë s'ka më arsye. Në momentin vendimtar të jetës e ti ka ditë me thonë vendimin. S'ka më arsye. S'ka më arsye. Që kjo sinqeritet e ka pështua, po. Vallaj të kishë thonë ka më arsye, kur harin se kishë paftë. E ka mashtu pejgamberin anej së të sëtë. Pra e të ndërëllë vazër, vendimi është vendimarje e guximshme në moment në duhur. Si të vënajshtë është kismet, e kam nërmen, po bre, po, në kryja. Ko është di kur vjene moment më, po. Ko është di kur vjene situatë më, po. Pa dhe mere vendimin në duhur në moment në duhur. Preje, edhe e suti. S'ka më arsye, dembelia, kujta, lakmia, që kjo është. Preje, për. Këthevu të ka Allahu Gjellewala, Allahu të një mënë edhe, eshe që ke marrë vendimin më të mirë duhur në jetën tonë. Dhe Kabi thëtë, unë e kumë ditë, sa ja që më ka pështu, Allahu me të është, vepse e kumë të vërtetën, thëtë e kumë në besën Allahu në qatë moment. Kabi Malik, në qatë moment Allahu të e kumë besën që sa të që më gjallë, gjithë kumë e pojtë vërtetën. Gjithë kur s'ka me venjë. Asë kumë e përmanë arsye që së më takojnë kur. Qashtu ka jetu të njët në ti, radiallahu ta'ala anhu. Andaj në nëzër, njëri ka përvojë njët në me të kuptonë që të ka pështu Zotit, da më përshenë që është për dënë Allah, po vazhdo që është të pra. Por e me konë njëri labil, e i hamendur, momentet kritike, vendimtare të si, nuk din ka t'jam banë, do shme di gjithë mund ka hmi jamajt, përshka këse përcaktimi në qëtë moment mund të jetë përcaktimi jetësor, për kejt jetën tonë ka kime shkua dhe ka kime radhë, që ka komendon me ty, njët edhe në fund të jetës tonë.